Pretendimet ishin që ai ka qenë në fazë deluzionale, që mendonte se ishte prokuror, po që sipas tij nuk ka sjellë asnjë pasojë të rënd, apo të mashtrimit për përvetësim të pasurisë së tjetrit, nuk ka pas asnjë nga këto raste deri më tani. Ai, duke qenë se në mendimet e tij pretendonte që ishte prokuror, siç e thash, mund të jetë një fazë deluzioni e tij. Do merret në konsiderat në vazhdimsi, do kërkojmë do pyetet sërish nga prokuroria, do shikojmë qëndrime më të qarta, sepse dhe ai vetë ishte i paqartë në mënyrën se si shpreheshte sot përpara gjykatës, përveç faktit që ishte plotësisht i bindur që nuk kishte sjellë asnjë dëm apo paksim pasurisë së qytetarëve të tjerë. Pretendimet e prokurorisë në këtë fazë hetimore ishin për përvetësim titulli dhe mashtrim, përvetësim e titullit prokuror të Republikës së Shqipërisë. Gjykata vendosi për arrestin të akuzuarit të vishëm dhe të caktonte masën e sigurisë arrest në burg. Për neve, duke qenë se jemi në një fazë hetimore dhe vepra ishte e paprovuar, ne kërkuam një masë më të lehtë dhe arrestin të shtëpi, por sigurisht gjykata mbajti në konsiderat dyshimet e arsyeshme të prokurorit, pavarësisht se siç e theksova dhe më lart, nuk ishte provueshmëri akoma në këtë fazë.